Ashtu është, samiti i djeshëm ishte vazhdimi samitit të BE-s të 6 marsit. Dijen tani rezultatet, ju e keni dhënë në mënyrë shumë shtenuse. Është e vërteta, i thoni ju, pra ky objektiv mallor i Bashkimit Evropian, që si ishte thamë dhe në kaluar, të kthehet tani nga një bashkim i madh ekonomik, tregtar, doganor, politik, në një bashkim të madh mbrojtës, jo lufte, jo për të militarizuar, si thonë rusët, por për të mbrojtur vlerat e veta, interesat e veta, parimet e veta. Pra ky do të jetë një proces i vështirë, nuk është aq i lehtë sa thuhet. Edhe fondet që po jepen, ju e thatë, edhe Gjermania më në fund e miratoi, sot do të kaloj, sepse problemi vetëm është Söderi, pra Bavaria, po dhe ajo me premtime që ka marrë nga kancelaria Merz, nuk do të ketë pengesë. Pra problemi i fondeve nuk ekziston në fakt, qoftë për Gjermani, qoftë për BE-n, qoftë për vendet e tjera. Edhe pse jo kaq i lehtë, por me ato eurobonde, me huat shtetërore do kalohet. Problemi është i forcave ushtarake, i trupave që mungohen dhe i realizimit të unitetit, siç e thatë juve, brenda BE-s, pasi ka mendime të ndryshme. Por kjo është BE-ja. Pra nuk arrin gjërat me një të rënd të lapsit, si një vend të vetëm. Ju kujtoj këtu thënien e famshme të një prej baballarëve të BE-s, Jean Monnet, i cili thotë që BE-ja është BE-ja, Europa me fjalë, BE-ja ashme, farkëtohet ose forcohet nëpërmjet kapërcimit të krizave dhe shumatore e zgjidhjeve që ofrohen për këto kriza. Pra pavarësisht nga hezitimet, nga kundërshtimet, nga Spanja, ju e pa tani sepse Spanja, Greqia, Italia, Meloni kërkon detaje të mëtejshme, edhe vetë Macron i tha që të presim base këto fonde për Ukrainën, t'i miratojmë në mbledhjen e G20-s apo G7-s. Këto janë gjëra normale për një bashkim evropian me 27 vende anëtare, në një situatë kaq komplekse. Asnjëherë pas luftës së dytë botërore nuk ka pasur një situatë me kriza dhe konflikte nga të gjitha anët në të njëjtën kohë dhe brenda kontinentit. Dhe tashmë shto këtu dhe hezitimet dhe qëndrimet e lëkundura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por qëndrimet e lëkundura apo duhet thënë në fakt se çdo shtet niset nga interesat e veta dhe Amerika po shikon interesat e veta në këtë moment që nuk janë të njëjta me interesat e Europës. Ka zgjuar Europën apo e ka shkundur nga ajo rehatia e saj që duket se në fakt po dëmtonte edhe interesat e veta me atë rehati duke ju dhënë një forcë edhe rritje forcave ekstremiste siç e pam me AFD në Gjermani apo në Austri apo në Francë dhe vende të tjera. Riarmatosja e Europës është zgjidhja, është një projekt afatgjatë për të parandaluar që Rusia të bëjë të njëjtën gjë siç ndodhi në Ukrainë, apo është thjesht në kuadër të disa deklaratave që bëhen në këtë moment një formë presioni ndaj Rusisë? Ju e thatë shumë mirë dhe sot edhe në shtypin gjerman përmendet shumë ajo fjala Weckruf, domethënë zgjidhja e zgjimit. Pra zgjidhja e zgjimit në fakt për Europën ka kohë që ka rënë, nuk është se po bie tani. Tani thonë gjithë ekspertët, është koha që Evropa të veprojë, sepse siç e thamë dhe e kaluar po ju kujtohet, do zbatohet për udhën 2 duar për një kokë janë. Pra, jo se janë hequr shpresat nga Amerika, marrëdhënia e saj dhe dje në summit u konfirmua, përpjekjet do të bëhen, por siç e kemi thënë me këto qëndrime që po mbajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç e thatë ju me të drejtë, duke parë interesat e veta, edhe pse 80 vitet e fundit Amerika me Evropën kanë pas interesa, vlera dhe parime të përbashkëta, prandaj ka qenë alianca perëndimore. Gjithsesi kjo e çfarë u bë dhe tani Evropa ndodhet në krizën më të rëndë në historinë e vet, sepse nuk bëhet më fjalë që do ekzistojë BE-ja apo jo. Bëhet fjalë për mbijetesën fizike, bëhet fjalë për një sulm, për një agresion tashmë të konfirmuar. Edhe dje u tha, por gjermanët janë shefi i shtabit përgjithshëm dhe eksperti më i mirë gjerman i sigurisë kanë dhënë alarmi që në 2029 Rusia do të sulmojë në ballë të gjerë vendet e NATO-s. Prandaj tani Evropa i ka marrë gjithë masat në këto kushte të rrezikut rus nga njëra anë, të kindës nga ana tjetër dhe të qëndrimeve amerikane, ta themi kështu me të butë, nuk ka më rrugë tjetër. Prandaj ajo duhet të përgatitet dhe ka filluar të përgatitet secili shtet dhe BE-ja vet, pavarësisht se Pedro Sánchez, kryeministri i Spanjës, dje kritikoi, tha, ore, po Bashkimi Evropian tha është një projekt paqeje, është një fuqi e butë, soft power.
ç'pun kemi ne me armatimin? Por kjo është gabim, sepse vërtet BE-ja u krijua si soft power, ama kishte hard power, e kemi thënë dhe më parë, NATO-n, ku është vetë Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani kur NATO nuk merr më garanci ose i vën në diskutim, nuk ka më rrugë tjetër, nuk vlen më asnjë teori, asnjë test tjetër për Evropën, po vetëm të riarmatoset. Dhe kjo nuk është politik lufte, por është politik për mbrojtjen e paqes. Dhe mendoj që Evropa është rrugë drejt dhe siç e kemi thënë, ka një besim të madh që pavarësisht nga dobësitë e deri tanishme, nga gabimet që ka bërë, ajo ka vënë mend dhe do të arrijë që ta kapërcej dhe këtë krizë të madhe, siç ka bërë gjithmonë Bashkimi Evropian.